pothuajse në gjitha proceset, përfshirë këtu, në proceset që ju e potencuat më herët, sakrifice natyrisht natyrisht përgjigjen pozitive ndaj tribunalit të Hagës për çështjen e dyshime të cilat ishin vendosur nga gjykata që nuk kanë të bëjnë asgjë. Tani është Haradinaj që identifikohet me AK-n dhe vjen një njeri tjetër që do t'i prij këtij subjekti politik. A është kjo sfidë në vete, zoti Gjini, dhe si do ta adresoni këtë sfidë? Nuk besoj që në këtë aspekt, ose prej këtij këndvështrimi është sfidë për dy arsye. Arsyeja e parë është që Ramush Haradinaj nuk është tu largu prej aleancës. Ka me qenë me ne, do t'jetë edhe në listë, në garë për këto zgjedhje. Unë do t'i pri, po do t'jetë edhe kryetari Haradinaj, do t'jetë pjesë e listës. Kjo është pjesa e parë, edhe nuk po largohet prej aleancës. Pjesa e dytë është që unë nuk jam kontraktuar në aleancë prej ditës parë jemi bashkë. Kam qenë aty gjatë gjithë kohës. Do të thotë unë edhe kolegë tjerë që po punojmë tash, kemi qenë aty gjatë gjithë kohës. To dy aspekte nuk e cenojnë fare elektoratin stabil edhe besnik të aleancës, krijojnë pista të reja, që ne besojmë që do t'i krijojnë, qoftë me program, qoftë me njerëz, qoftë me gjithë shka tjetër, po absolutisht elektorati i aleancës është tepër stabil. Haradinaj nuk largohet, Haradinaj do t'jetë pjesë e listës, do ta ketë suportin 100% për juve, besoj